Qa vibe nis ky podcast mos i ve. Po, si gjithmonë, shumë Shumë funky. ajo s'dëgjohet fare në fakt, po. Dëgjohet. James Brown. James fucking Brown mi themi dhe e nisim me të madhin dhe E dëgjon ti këto? Shiko, nuk është se e kam dëgjuar pafund, e dëgjoj James Brown, po që kam një histori se po e thoya edhe çfarë, kam një histori shumë të bukur. Kur isha i vogël që fillova të bleja CD, që zbulova botën muzikore, domethënë, që ishte 8000 lekë një CD mi themi. Mbaj mend një ditë ku shiu po binte në flokët e Mika Çurela, sa atë kam pas flokë si. Po. Edhe u futa tek Videoteka videoteka Zani Music në qytetin tim të dashur, akoma punon. Po edhe në Korçë është akoma një music center. Si ka mundsi. Dhe futem dhe doja të shikoja do të bleja një CD. Kisha vendosur do bleja CD-n time të parë. Edhe marr në dorë dorsat Elio, edhe James Brown. Ishte të dyja best of compilation. Ja thash këtë marr tani se nuk është sa kisha. Po këtë marr këtë një gjë. Po flas për një nga artistat më të mëdhenj në historinë e muzikës dhe fut në mes Sabiani, e hijack Sabiani, nuk të vjen turp. Edhe unë mora dorsat. Edhe mendoj që nga ai moment më ndryshuan komplet shihet muzikore, se patjetër që dorsat çojnë në një vend tjetër të. Po të kishte marrë James Brownin do ishte njëri tjetër. Do isha vrarë me njërin në një pop. Do ishte kokainoman. Po, le të themi miqtan që edhe pse James Brown ka qenë mega artist i jashtëzakonshëm, ka qenë dhe mega kokainist i jashtëzakonshëm, duhet ta them, ka qenë abuzues i çmendur. Dhe për ta vërtetuar kemi një video që do ta vëmë këtu. Kemi një video që si e nis intervistë James Brown. Jo, përveç intervistës ka një video si e nis live-in. Ajo që del nga poshtë. Që jo plak del vetëm nga poshtë, del, futet, bën sparkatën, lëshon mikrofonin, e ka prap çohet në këmbë plak. Harbon fare kështu. Nuk bëhet ajo. Ose është edhe një që e kanë bërë kështu tip meme që del thjesht i del planit kështu nga poshtë edhe është i çmendur. Po, artist i madh ka qenë. A shumë artist i madh. Video që thua ti me intervistën me çka kanë gjë, kanë një problem? Po ti folja, çka keni bërë gjithë luftat? Për një kabel po. Le atë se kemi lënë vet. Po i më. Jo, nuk e hiq le. James Brown ka ikonike intervistën që është full overdose me kokainë dhe fillon intervistën me I feel good. Po prapë funku është një lloj muzike që jo shumë njerëz është po jo më pse. Fut në gjendje, po që kur je në lokal, ose kudo tjetër nuk të bezdis, je gjithmonë. Po nuk e fansa të funkut, nuk e se e njeh në një siç njeh Enea Metallica për shembull. Mirë, po nuk është muzikë që ka më jashtë në për ato grupimet e këtyre ku ka lind kjo si muzikë, funku, soul ka fansa. Po. Stadium. Po është më shumë që shijohet kështu në fakt, shijohet live ose nëpër që kërcejnë e bën, se ti rish vetë në shtëpi dhe dëgjosh. S'është se dëgjon shumë funk tek pull, kupton? Tek pull dëgjon një gjasa bën. U kuptua drejt. Po e dini, e keni menduar ndonjëherë cili është festivali cili zhanër muzikor mbledh më shumë njerëz në botë? Se e kërkova para sa ditësh për një muhabet që kisha me një mikun tim. Mbledh në përgjithësi apo që kam mbledhur një tek që mbledh çdo vit një numër shumë të lartë. Duhet të jenë këta zhanri nuk do e gjeni. Mos e beso po deshe. Këto DJ-t kanë përshtypjen. Jo. S'është popi? Jo, s'është popi. Po rock and roll. Shumë e çuditshme. Jo, s'është as rock and roll. E di cili është festivali më i madh në botë? Me sa duket jo. Nuk jam Nuk jam mbaj mend emrin e festivalit, po është në Toronto dhe është i muzikës jazz më plak. Si ka mundësi? Gjepura. Apo më gënjeu ChatGPT-ja. Së besoj. Edhe unë nuk më duk shumë i besueshëm si. Që mbledhen në një muzikës pop, në një Lollapalooza, në një çfarë këto. Pra janë këto. Këto me Dua Lipa, me këto Lady Gaga. Pastaj prap të pyes, domethënë është mbledhja tek herë që aty mbledhen më shumë njerëz një herë apo për vite dhe mbledhen shumë mirë. Po mos është një e madhe që mbledhen nga gjithë bota. Se në fakt në këto zhanret e tjera nuk është se mbledhen njerëz nga gjithë bota. Po mbledhen pra në për këto Coachella budalliqe. Po Coachella. Po prapë nuk janë as të mëdha sa të ketë kështu. Po Coachella se ka tendencë 500.000, siç është Rock in Rio. Jo pra s'ka.
Po këtë po them që nuk është se ka lidhje attendance nga gjithë bota ose jo, do të thënë se ke edhe Ka ose atë për shembull atë të Coachella si gjen nga do. Ore ta themi fjalë shqipo, që shka attendance na vjen turpo, përse ishte dhe alfabet. Pjesëmarrje, pjesëmarrje, më falni. E ma besi si vjen zor. Po unë kujtoja se po diskutoja me një shok, unë kujtoja se festivalet e metalit ishin këto që kishin më shumë në botë. Jo, metalit jo. Jo. Po pse më plak, edhe festi Po është jo. një javë. Skrahasohet me këto të popit apo me çfarë thuat Lady Gaga me Beyoncé që janë O plak, live-in më të madh në historinë e universit e ka Jean-Michel Jarre, më duket, me 4 milion veta Në Paris. në Paris. Po. Të dytin e kanë Metallica me 2 Jo, s'është e milion. dyti, Jo, është ai. e kanë Rolling Stones me 3 njërë. E ka Rolling Plus, Stones, po. këto janë kështu koncerte. Edhe Iron Maiden kam pas. Po edhe Maiden atë kanë. Maidenat apo AC/DC më burr? Media, Gjithë ACDC kam është pas- e mos. Si është ajo me Metallica, me Ah, në po. mos. Po pastaj këto nuk janë tamam koncerte të grupeve, janë koncerte kështu të hapura që i organizon shteti ose domethënë nuk mund ta thuash që është tamam i atij Po grupi. përse edhe këtu DJ Bobo ka pas më shumë njerëz se gjithë jetën e vet. Çfarë DJ Bobo. DJ Bobo, ku e kujtove more ne. Aty Ka unë pas sa një këngë herë ajo. kam pa DJ Bobo në live te sheshi Skënderbej. Pse ke qenë ti aty? Ka qenë hera e parë dhe e fundit që unë e kam dëgju. Jo, se ka qenë goxha i njohur ai. Po se rria. Po jo, se ka pas dhe këngë tje, jo vetëm Chihuahua, e Kam ne, qenë ke të uli sheshi fare Chihuahua. Chihuahua. Ato e Chihuahua ishin kështu në fund fare kur po Ato ishin plerat kur në fund përmbaron fare, të plak, si- po. Nuk po shiko. Ka pas sa njerëz që janë të mbajtur mend vetëm në një këngë. po më ka shumë. Më kujtohet ai grupi viteve 90, Kumba Umba, e mbani mend ata? E më Kumba Kumba Umba. Umba e kanë, Kumba që kanë atë Umba. këngë, Cila I këngë? get no down. A ke po ore? Te këngë. E kanë Kumba Umba apo Chumba Wamba? E tani nuk jam i duri që E, se nuk e di, si flas jo. për Po kam janë edhe ata që ja rrasin, ja zhysin aty Bob Marley atë këngën. Ata e kanë me cirkos se si kanë ata. A la 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 lon. Është një këngë. Për ata thonë që ka Bob Marley të tërë ata. Gjuna ata të shkretë. Ata tek këngë që kanë që shumë e E famshme. ka bërë Bob Marley. Po jo, s'është Bob Është Marley. cover, është. Fare mos ka lidhje. Kujtojnë se është Bob Marley. Kujton njerëzit se domethënë e thonë që është Bob Marley vetëm se është kështu Po si si quhet? jamaikane. Kjo quhet Mandela Effect, më duket, kur të gjithë janë. E ne, se ti mund. Jo, mas ka lidhje me Mandela me Effect, një është thjesht gjashtë, është me një reggae dhe kush e ka bërë Bob Marley. Ne, pra. me- Po në fakt se reggae është pak shumë specifik, ç'është e vërtetë. Po funku më mishte mi, funku dhe në komente do lëm tani një këngë më të mëdha funk në univers, që është Funkadelic, Maggot Brain, plak është super kënga, super solo. E harova kitaristi si e ka më Po futi një emër koto. George Clinton, nëse miq. Unë të këti James Brown atë kam qef me Pavarotin që ka This is a man's world. Po, plaka, Shumë është lartë super është. edhe këtë miqtë mi e keni në video tani në description, po super, ma ke Po, tregu shumë ti atë plak. Un kam qara ditë valla. Në shpatlla jote Ke kam shkuar qara. në shtëpi ke Jo, shumë e bukur ajo. shumë Jo, e të bukur. shtëpia ime kemi qenë ku ma ke Po. tregu, e mbaj mend. Është E ne, super është cover. prekës e vërtetë. Po, Po jo më plak se shikoj, janë dy disiplina të ndryshme që rrallë herë bashkohen ashtu dha dhe Po. është miqtë mi, ndiqeni është nivele të larta. Mirë se erdhët më miq në këtë podcast, po mirë se erdhët, Mirë se erdhëm, mirë se si erdhëm. sot me James Brown. Ku jeni mor se na morim malli? Ku jemi një gjë? Përshëndetje. Sa ta ktheja. Kthej mor atë birë, kthej. Se ne është i njohur që të kap në plane shumë çuditshme aty. Se na Ai hodhin- plani. Ai plani e ne Plak. plani është Guillermo del Toro. Është ai edhe në fund fare që vjen Maçoku dhe bën një fytyrë. Po i merri Do i ajër. marri Nolani dhe pak të filmi i ri që po bën. E nea përshëndet e nea. përshëndetje. Përshëndet edhe Elio që është i vetmi në pjesëmarrje në attendance today në the podcast dhe rikthehemi miq, mos harroni subscribe-et tuaja, dashurinë tuaj, Ne shumë këto faleminderit. adetet. Po, shumë faleminderit për donacione e jeni çmend fare valla. Edhe Po ore. çuditërisht goca janë ato që na suportojnë më shumë orë. Ne 60-80% i kemi meshkujt që na ndihmojnë, Po, sy po, vjen e turp. vërtet Ju ka kalon cagot. Sagot janë pak e saktë. Po, janë the best, janë the best. Shumë E faleminderit. japim Erma, lekun më lehtë. edhe gjithë miq që na keni suportuar. Ne rikthehemi këtë javë dhe të flasim çikolla, çka ka ndodhur. Të llafosim. Të llafosim, e nisim me James Brown. Pa me që kujtove të këtë Guillermo del Toron. Çdo më thuash për këtë film? Ore njeri negativ. Njeri negativ, të ndjeva qite indicia e temës. Shiko tani. Mua ky Frankenstein i ri plak
më pëlqeu keq fare. Po çfarë të pëlqeu? Ja të them unë çfarë më pëlqeu. E para punës shiko, storia është shumë e njohur, është shumë e ribër, shumë e përdorur. Mua më pëlqeu që kësaj radhe kjo betejë e Viktorit me Frankensteinin, e këtyre dy personazheve, më duk shumë reale më plak. Dhe kjo është se Frankensteini për këtë është, nuk është kjo krijesa që krijohet që është e frikshme, është thjesht krijuesi që bën i jep jetë një diçka që ka vdekur o plak. Dhe ky fillon ndjen atë pjesën njerëzore që i jep lule asaj Mia Gothi që vdes para të Mia Gothi, vdes fare. Kjo tematika e krijuesit edhe çfarë jemi ne për krijuesin edhe si konceptuohet ky filmi me super aktrimet miqtë mi në Oscar Isaac më plak është lart fare ai Oscar Isaac te ky filmi, Viktori, domethënë doktori. Është shumë lart. Edhe përveç se kinematografisë pasaj që s'bëhet fjalë. Është pa është mjeshtri. Më jep tani versionin tonë më negativ. Po mua s'më pëlqyen pikërisht këto që ti. Po pse më miku im? Po se nuk më dha ky film, nuk më dha asnjë nga këto. Domethënë marrëdhënia e Frankenstein e përbindeshit me doktorin s'merdi fare. Po si s'erdi më plak, ai e kishte frikë atë. Domethënë ishte marrëdhënia që nuk u ndërtua. Domethënë një moment ky e donte shumë, pastaj një moment u zun këtë. Po jo, kot pa lidhje. Nuk erdhi në ndërtim os. Po nuk u zun vëllai, trajtonte keq këtë sepse. Po pse duhet, domethënë nuk kishte asnjë arsye pse ta trajtonte keq. Po pra, sepse thoshte që ky nuk ka jetë vëlla, ky është krijimi im. Edhe duhet ta trajtosh keq. Po mirë, kështu e trajtonte, kështu vazhdoi filmi. Po s'merdi filmi, merri si ndryshim pa lidhje që pse direkt u bë i keq ky. Po se filmi u mor shumë me anën e Frankensteinit, si e mendon ai. Se filmi quhet Frankenstein. Jo, mor me anët e dyve, jo vetëm. Po mirë, pra, më shumë ishte te ky që ky vajti te ajo familja u fshe aty ndihmonte. Po fare si marrëdhënie. Ajo me atë familjen ajo ishte shumë. Ai ishte shumë s'kene bukur. Ajo ishte shumë e ndërtuar, mirë edhe vinte e rrithet tamam. Ty s'e pëlqente kështjella gjithë. Marrëdhënia e doktorit me pacientin s'më ngjiti fare. Ishte shumë. Peti dinë se Frankenstein? Jo, se kam parë, do ta shoh, po se kam parë. Po si film Netflixi vëlla mua më ka habit të them. Zakonisht janë mega grop me këto. Po Frankensteini plak më që kujtuam Frankensteinin vëlla nuk rrit dot pa përmendur filmin e çmendur të Billy Wilder në vitet 70 sa më duket, Young Frankenstein. E ke pa, jo plak. Miqtë mi, shifeni këtë film, është komedi e pastër e viteve, është Mel Brooks i madh aty. Mel Brooks, nuk bëhet fjalë tani. Edhe më kujtohet këto ditë si be që folën për gjuetin e derave, për Koçën de Volën e madh, valla sa lart. Vënia na kujtua skene e gjuetisë së derave, që ky Enver Hoxha, Vasilaq Vangeli, i thot Silos, Koçë de Volës, që mendon ti se ka naft këtu? Edhe ky debati këtyre që po ka naftë, po unë them s'ka naftë, më kupton? Edhe gjithë ai humori më plak i atyre i përmbledhur me aq se është edhe humor me mesazh mbrapa, nuk është vetëm humor që ata goditën sistemin direkt. Më kupton, ishte goditje e fortë për vitet 90 ajo, se sa kishim dalë në ajo situatë, më kupton. Ishte mlef që e kishim mbledhur ndër vite edhe e lëshuan aty. Më ka marrë shumë madhe mërsibe për këtë të qesh me këtë të qeshti me komedin tonë. Jo, po shiko, komedia juaj, stand-up comedy është shumë tjetër. Do flasim për të, dalë më kujtove. Stand-up comedy është tjetër gjë. Telekomedia atyre viteve, që ke edhe ato imazhet, ke edhe muzikën, se ka bë dhe punë shumë regji atëherë, që ishte Koça ka qenë legjendë, aktor, regjisor, skenarist, kështu. Edhe humor fizik, humor me batuta, therrës, inteligjent, plak, njeriu ka qenë respekt të përjetshme. Koça doja shumë fort atë njeri. Miqtë mi, pata nderin të kisha një natë speciale tek miku im, në cilën kam ndarë shumë gjëra në jetën kemi ndarë. Në jetën, krevatin kemi ndarë. Pata një natë të çmendur që prezantove bashkë me Nilsën, me mikeshën time që e përshëndes, Nilsa. Si ishit keqë? Shiko, të them të drejtën sibe, jam shumë i sinqert. Unë të luaj nesër me 1 milion njerëz muzikë, nuk kam zero emocione, ta them në shtëpi tani, do kem emocione patjetër, po jo atë emocioni që përjetova aty, plak, shumë e vështirë komedia valla. Ose e di çfarë është e vështirë? Ta thash. Është e vështirë kur mendon se tjetri do qeshi me një gjë që do thuash ti dhe nuk qesh më. Ua sa e ndyrë më nice. Është zgënjim. Ua sa e keqe më vlesë ndjesi e keq se kisha përjetuar ndonjëherë më burr. Ore vdekja. Edhe pse publiku i Comedy Thursday një përshëndetje speciale për gjithë janë të ngrohtë. Jo, super publik, miqtë mi, se shumë mik pritës, shumë ishte edhe Nixja.
Ishte derisa dolon, pastaj sa dolon Po, ty s'të pa, nuk të pa, të iku. Mishte një super publik, jeni shumë dashuri. Comedy Thursday festoi 2 vjet të vit dhe bëri një super show me 5 komedianët e vet tashmë, se Ernesti na la shëndet më pas. Te McElbania u bë një natë të çmendur, shumë natë e bukur, unë dhe Nilsa prezantuam, edhe ishte të gjithë larta ditë si be, ishte super natë. Ishin dhe materialet e. Po dhe materialet dhe më pëlqeu që kishit 2 LED wall-e anash, një në mes. Ore lart komedia po ecën valla. Në ritme. Deri tani po ecën, po se sa do ecën nuk e di. Po mirë, tjetër, po si të dukti një gjë, se ti s'kisha ardhur, ke ardhur. Jo, kam ardhur, po te tuneli te Taraca. Ishte shumë lezetshëm plak, domethënë. Ai sa pe mirë ishte. Po më pas e pash më shumë se gjysmën tash. Marion e pe Marion. E pash Marion. Po Mario ishte i pari, si mos tash nuk mund ta shmakja. Ishte shumë lezetshëm, po, edhe materiali ishte shumë i mirë se unë nga që nuk e kisha parë më përpara, ishin gjitha të reja, domethënë. Gjitha materialet ishin të reja edhe po njerëzit u shkrin fare o burr, domethënë ishte shumë. Po, janë publik shumë i zjarrt. Po, domethënë nuk në çdo shaka, në çdo gjë, domethënë kisha edhe Natalin ngjitur që Natalia ka qesh gjatë gjithë kohës. Po, shumë fan se valla, pëlqen shumë. Vetëm ka qesh edhe ishte. Ma kjo më vjen mirë për këtë punën që janë hapur goxha njerëz të qeshin. Janë hapur goxha, e vërtetë, është vërtet. Ka qenë goxha e frikshme dhe e vështirë kjo gjë që s'qeshin njerëzit. Po, e vërtetë është. Do më vinin në shfaqje komedi dhe vinin kastite për të mos qeshur, kështu si me inat. Po, është jo se ka një lloj bariere që ke me një person që çohet që të bën për të qeshur. Domethënë po tu futesh. Mo ky na del këtu tash. Po tu futesh në vibe-in e atij ta mendosh perspektivën, observacionin që ka bërë një komedian për një çështje të caktuar, ajo është pjesa që duhet të jetë gazmore, nuk është çështja që pse e ka menduar kështu tani. Ishte shumë profesionale gjithë gjëja, domethënë edhe organizim. Mirë. Se u kujtova për ato biletat për vendet tani. Po mirë, për vendet shiko. Veç ka. Diku është problemi, jo ta shpjegoj, gjithë problemi është që duhet një vend që ka vendet caktuara. Prandaj bëhet problem aty se edhe njerëzit në Shqipëri janë shumë të papërgjeshëm, valla, ulen për vende që si takojnë. Po, kjo është, domethënë. Se edhe ju ja kishin zënë vendin, apo? Po. Dhe pastaj ne ulëm diku tjetër, ja zoom të atyrë, erdhën ato si. Pra mishte një thirrje uene aty, rastin që o njerëz. Ulun aty ku duhet. Po mor plak. Ore, ta keni kështu. Lexoni Jordan Peterson 12 rregulla për jetën, e 13 duhet të ishte ky rregulli këtu. Uluni te vendet ku keni molla biletën, pse? Edhe në kinema, dhe në avion një di problem o plak. Tani rritë vendi ku ke 12 foja, 12 foja. Një metaja mo plak, çana lodhin kod tani. Bëhet gjithaj kaos në fund. Ai Petersoni u bë njëri apo? Jo, shkeq fare. Sa vjen më keq bëhet, Po ne. Po ç'a bëhet në fronti Peterson? Në për komente që lexoj se ai është tërheq edhe është duke u marrë me këtë problemin që se di asnjëri ç'a është, që zakonisht ky ka zënë myko. Tregojnë, po në për komente thonë që thjesht ky do më u shkëputi çik me qenë rehat për pak kohë. Ajo e bia tha që po kalbet ka. Po nëse ka një problem me mykun, se çka thot. Po si myku më plej, ja hip myku ku? Po nga ku do në një në mur në shtëpi ku. Ç'a bën prova të sot e jona? Ska jetu jetën tonë në për studio dhe për zgëqjet e. Myku, ja më duhet të ketë një Nesër. Po ai gjaj ka atë sistemin imunitar. Po e ka. Kupton edhe. Është kështu, si vetë këtyre që s'morën gjithkohë. Shëndetlig. Shëndetlig Vobek. Shëndetlie. Shëndetlig. Shëndetlig. Është dhe i lig edhe pa shëndet të mirë, plak sa kështu. Le të flasim në një gjë. Do flasim një temë që nga bezis shumë të ditë. Hoi her. Ore. I pata ata sudanezë në Korçë, valla. Ç'a bëhet kështu, valla? Shumë duaj në Shqipëri kohët e fundit. Po kohët e fundit. Ka kohë që keq më burr që bërin në mes borës ashtu mes ishte me shapka. Po ta në dardh ishin. Si? Në dardh ishin. Po është ftohtë aty më burr. Pes çka kush? Dardha ke, unë se marrë trinin mes rrugës. Po ku do vënë? Po ka kështu bujtina në dardh. Po mirë, më shko thuaj tjetri dorë pa ngort se ftohti s'kan lek. Po jam se nuk të fut njeri më burr. Po si ose të fut njeri. Shiko tani, ne shqiptarë se këtu do dilja. Ne plak tani për njerëzit me ngjyrë jemi shumë racista. Po. Prit tani ta sqaroj pak. Nuk është se jemi racista të dhunshëm, që ne rrajmë bëjmë edhe jemi racista ignorant. Jemi një lloj racisti plak që nuk e ka të dytë. Domethënë ne jetojmë me njerëz që mund të kenë ngjyrë tjetër nga ne ose status social nga ne, por kur vjen puna në
pamjen publik ne I përçmojmë në mënyrë të jashtëzakonshme. Po. Domethënë jemi një lloj, o plan nuk e marr vesh për zot, domethënë duke parë këto ngjarje që kanë ndodhur me këta futbollistë, edhe këto. E kemi një çik kështu, si këto fiset që zbulojnë për të parë fiset që shkon njeriu I bardhë dhe ata shkojnë e prekin. Ashtu jemi ne me Si jemi kështu ne më plak me si mund të jemi ne më ne? Unë sa nuk më bën. Jo, mendoj që thjesht këtu në Shqipëri është shumë në masë që nëpër këto vendet publike, qoftë poste shtetërore, qoftë televizione, qoftë ku di unë, ka shumë ignorantë dhe, po nuk janë gjithë njerëzit. Po jo, edhe në Po jo, edhe shiko se për shembull në rastin e emisionit që po flasim, në emisionin sportiv të Gerda Sakos me futbollistin. Unë nuk mendoj se ata aty janë ignorantë më plak, ata e kanë bërë, e kanë si të mësuar atë që Po janë me ignorancë, nëse ti nuk e shef, nëse ti nuk e shef një person si person, po e shef si diçka më pak, thjesht për ngjyrës lëkurës je ignorant edhe. Po pra, se nuk di diçka rreth njeriut, domethënë është çike rënd. Po pra se domethënë ne kemi një lloj si ta them një zhvillimi të vonshëm në perceptimin e një njeriu ndryshe më plak ne shqiptarët se ne unë nuk mendoj se ne kemi dashakeqje. Po thjesht kanë ngjyrë tjetër. Po pra kanë ngjyrë tjetër, kanë shumë. Po dhe na duken kështu si çudi e madhe. Me pak fjalë në një emision të procesit, jo proces sportiv. Kjo më po e ditë të vëshoja këtë. Me sporte, nuk e di tani. Del një lojtar afrikan tani, në Afrika duhet të ishte, në një intervistë. Po normalisht e kishte ngjyrën e kurrës shumë zezë vëlla. Edhe këta po bënin një qeshje kështu si qeshje s'di si ta quaj tani më plak. Edhe qeshën edhe komente pas. Tallë jo po është fik ledi aty, jo po s'duket fare, jo po ka emrin kështu. O plak ai, do thon populli që ka vuajt më shumë në Ballkan racizmi, plak ja bëjmë ne një kombi tjetër në mënyrë më të keqe se sa na kanë bërë ne. Ore po I përçmuarit të përçmonur. Po jo tamam valla, po jo unë se kuptoj si mund të jemi kaq të cekët më plak, se mua s'më bën sens kjo. Ore është kjo tallje kështu. Është vërtet shumë gjë vetë ignorancë fare. Unë kam parë një për shembull në rrugë në qendër isha në shesh. Po. Që po kalonte një tik nga këta me ngjyrë dhe ishte një shqiptar që se çaj tha, "Blek, kështu, po kështu si me të qeshur, kështu, blek." Ua, blek sa. Edhe ai shkoi I tha, "Çfarë ke?" Aty ngeci ky pastaj. Po neandertal nuk po çaj. Se ky e mendonte që nuk e ka me të keqe domethënë, po ja bën kështu si shaka, si kështu si. O mi se mi zgjoni më shumë. Më duket sikur kjo mund të jetë edhe pak nga izolimi komunizmit që ne nuk kemi pas kontakt me asnjë lloj njeriu, se dhe italianët I kena pas për qesh, domethënë. E më esa nuk është vetëm me ngjyrën e zezë. E pra nuk e kemi edhe me kinezët. Tu ka pas në Shkodër një komunitet zezakësh që në vitet 1800, një tip komunitet I vogël. Ku janë këta në Shkodër më duket? Po, Shkodër. Edhe I ka fotografu dhe Marubi. Po. Kam pas, domethënë nuk kanë pas probleme me racizmin këtu në Shqipëri, se I mirëprisin gjithë njerëzit. Po plak shikon, ne jemi rrit me lloj tipologji të racës shqiptare edhe të ngjyrës së lëkurës. Edhe unë, edhe ti, edhe Elio dhe të gjithu, edhe Besi, më kupton. Kur vjen puna në, si I thon, në aparencë publike ose në një vend që ti siç e ke jetuar atë pjesë ashtu duhet ta transmetosh, ti fillon tallesh më plak. Mua kjo më bezdis. Unë mendoj, m'fal Besi. Jo, unë mendoj se ne jemi shqiptarët, ne jemi kështu shumë bullizues nga natyra. Domethënë jemi racist patjetër, po ta shohësh ne bullizojmë edhe shqiptarët që thjesht janë ndryshe o burr. Po. E kupton? Domethënë nuk është se ndalon ngacmimi. Dikë me tatuazhe. Po, e kupton, domethënë çdo që është ndryshe do jetë një në rrugë që do ta talli. E kupton? Do tentoj ta talli. Po. Që nuk është vetëm po që ndryshe është e sigurt që do mundohet dikush ta tall ta bullizojë. E kupton? Kështu që. Po, edhe besoj se shumë problematike deri në aty ku ka rëndësi për shembull këta që kishin ngelur në mes të rrugës. Po. Po të trokisin në një shtëpi do t'i fusin brenda, nuk. Jo, patjetër, e përgjithshme. Jo, kështu jemi shumë i prica. Pastaj jemi edhe mosbesues, kemi edhe probleme
Mos besimin. Po nuk na takon ti jemi kaq tallës dhe kaq bullizues para. Ore s'na takon fare se na kanë tallur, na kanë bullizuar. Po pra, se kjo më bezi se shqiptari akoma jeton në Shikose, edhe kjo e këtyre është çik problem tash se ke dhe shumë edhe ngjarje edhe çfarë shikon nëse dëgjon nga këta emigrantët, nuk është edhe aq kollaj tash ti. Jo, ti pranon shuadet tash ti ju presim të gjithëve. Jo, nuk po e heq atë. Do të thënë përveç se e kemi kështu të internalizuar. Folit më me këto fjalë të brendalizuar. Të brendalizuar, okay. Të brendësuar. Na falni mos besimin është edhe lajmet që marrim tani nga po se janë dhe gjëra që kanë ndodhur vërtet, nuk është. Po, në Europa Perëndimore, Amerika që domethënë emigrantët janë bërë problem i madh, kupton edhe. Po të gjë vjedhje për dhunime gjëra tash si shkolla. Marrin sa veta ishin ata? Danezët, marrin 3 danezë. Duhet ta mendosh një çik se. Po më mirë, dakord. Po që duhen ndihmuar patjetër. Unë kuptoj paragjykimin. Kjo është përfundimi që jo, po tani duhen ndihmuar, se s'mund të lësh të ngrinë në të ftohtë se është tallje aq përbuzëse se sa ishte ai në televizion plak. Kjo është e papranueshme. Nuk ishte e papranueshme vëlla. Unë jam shumë i hapur për talljen vëlla. Mua mund të tallesh pa, domethënë kur kemi konfidencë shoqërore, përndryshe të thyej gjujtë. Më keq akoma më duket edhe ajo aty filipinezi ishte ai që këndonte atë jam nga Tepelena. Po, ua, ishte një tip komentojnë ashtu në një dasmë që ishte, thoshte këndonte një këngë jam nga Tepelena, ishte filipinez ky. Dinte shqip domethënë, me sa duket kishte kohë që jetonte. E dinte shumë mirë më shqipen. Komentet poshtë kështu të shara edhe ky domethënë po pse më duhet tash? Sa të shara më, po pse më blaq, po flet shqip tjetrit, po. Domethënë një njeri që ka ardhur në vendin tënd, po respekton kulturën tënde, ka mësuar gjuhën tënde, këndon këngët e tua. Ti ishin gjithë si ai. Të keshin atë për këtë plak se këta që nëse vjen edhe të përçmon kulturën edhe të imponon kulturën e vetë që kështu. Dakor, atë po. Ai po. Ta kujtojnë se gjaku vet nuk është përzi kurr. Edhe mira është marrë një test ADN-je se mbas se do shokohen. Tamam plak, atë e ne e gjetë zgjidhim vëlla, atë duhet bëjnë gjithë shqiptarët miqtë mi, duhet të bëni një test ADN-je dhe të shohim çfarë do dini. Po. Plak aty, po e ne do ta propozojmë, do ta ngrem si projekt ligj. Ta bëj qeveria kështu në. Ta bëj qeveria të gjithë shqiptarët. Ta bëj me detyrim. Do ta zbuste. Shiko, se unë mendoj plak, unë vërtet e mendoj që gjithë njerëzit janë të barabartë vëlla, nuk ka rëndësi tani përveç grave. Njerëzit pra tham. Njerëzit. Jo gra. Po si kur ta thuj përveç. Jo, ideja është që gjithë jam avë me fal. Do thënë gjë shumë të zgjuar, do bëj reel që do klipoj. Nëse nuk miq zjoni në kjo situatë. Zjoni mos jeni kaq racista. Me problemi nuk është dora jon që njohim ne dhe është më shumë çik problem. Mua më vjen turp kur jemi racista. Rurale apo më të. Mua më vjen shumë turp për kombin tim. Unë e dua shumë vendin tim, më vjen. Nëse s'është gjithë kombi racist më. Pra, plak tani në televizion kombëtar vëlla tani u tallën me tjetrin tani është fikë leti. Po nuk kombin shqiptar Gerta Sako. Po mirë pra, po ajo është në televizion. Po mirë, shikoj, nuk është ajo që ishin profesionalizmi, etika zero. Po pra, ajo mund të pushohet edhe marrë. Jo, të isha unë plak, po të isha unë. Kisha dhënë dorëqen direkt atë. Është shumë skandal. Dorëqen jo, sa nevojë, po diltoj më falë edhe kaq, nuk është ndonjë. Ose do kërkisha. Tash e thua njerëz. Ore, Gerta Sako kërkon falje. Ska kërkon falje, e ka justifikuar. E ka justifikuar. Me çfarë ka justifikuar? Jo, po shikoj mirë, jo, po ishte Plasi syt aty. Plak tu vjen problemi i dytë i popullit ton, vëlla. Ora si nuk kërkojmë falje ne për asnjë gjë, më plak. Po e kemi atë justifikimin vetëm që ta heqim veten me një anë kështu. Gabove, dora në gjoks, ul kokën, më falo vëlla. Ore u bëru ga tani që ra, kjo që u shem, çukës ploç. Çfarë ishte kjo? Mirë. Po vëlla, dil publikisht, më falo vëlla. Po jo, s'mund ta pranoj se. Po pranoj atë. Ore gabuam, të na fani, do e bëjmë prapë. Kush gaboj? Po tani kush gaboj? Do e gjenjë. Ndoshta të sfalim ne si popull edhe kemi fikët. Se, po, aça. Po të na provoj një herë ose mbas edhe falim. Ose është falim, por nuk harrojmë. Nuk e di o plak. Duhet të mësojmë të kërkojmë falje vëlla, siç kemi mësuar ku diun këto gjithë gjërat e bukura që kemi mësuar. Të pranojmë gabimin dhe të kërkojmë falje. Po, pranojmë gabimin, marrim përgjegjësitë tona, më fal vëlla, e di. Si e di vetë? Ma edhe kjo o dhe beton e gabuar tu. Sa e kushton me rrugën? Ajo nuk është gabim, ajo është e bërë me dashje.
grabitje. 260 milion. E mos pas Euro. ka qenë gjë, blak. Si s'ka qenë gjë? Sa hiç asgjë, valla. Lek xhepi u bë. Edhe 15 vite për të ndërtuar një 15 vite për ndërtuar miqtemi, 15 vite. Edhe ra për një shi, javëshi. po. E tmerrshme. Ishte hapur ai rruga? Ishte funksionale? Sa po inaugurua para 3 orësh. 3-4 muaj. Ua. Jo, më pak, një muaj. E mor miqtemi, shikoni ku jetojmë. Sa Shikoni. e lezetshme është kjo puna e kësaj rrugës së Korçës se E ne mos na u fik gjë? Ja. Okay. janë këta shoferët që ankohen shumë për të rrugën e re se as vali nuk ka në atë rrugë, është një çikë vështirë se është vetëm malore. Po çukës Ka koç shumë nga i bie kthesa. tani, ma shpjego pak, se s'po kuptoj. Pa shkuar në Pogradec, domethënë kur niset nga Korça Po? është sa fillon qaftana, nuk futesh në qafë ploça. Nuk futesh në qafë ploç, po i bie nga mbrapa dhe del në Qukës. Po është rrugë e re e shtruar. Po mas Ku të çon më shkurt kjo? Të sjell në Tiranë më shpejt. Po të janë 10 minuta më shpejt. Po mirë. Se po ti biesh nga Pogradeci? Po. Si Po, 10 Tiranë minuta. Korç, edhe vetëm 10 minuta shkujton. Vetëm nxjerrën librat, po. 10 minuta, Jo mos e bën. 10 minuta dhe 260 po si milionë pse ore euro. është gjithaj investim koto. Po jo mos e rruga në Librash ka qenë shumë e keqe plak. Jo, ata e ke prapa të librashtit. Është prapa e Po, ajo. si prapa që e keqe tallesh ti. Po. Kjo heq rrugën para, heq prenjasit. Po s'na duhet fare kjo në ça. Jo, si ishte në. Po hajde. Edhe 260 milion euro. Kjo Edhe rrugë 15 vite. Rasti ishte me Lego kjo, me ça ishte kjo me E. Lego. Ua. Rëshkiti dheu se kam përforcu mirë. Ai prapa- shkiti dheu. E po është, imagjinohet kishte ndonjë makinë tu kalu aty. Po. Ose t'ishte trafik. Po ja vjen ato tabelat kujdes bie ngurri. Ç'a të bësh ti? Që Jo, jo, je ç'a kujdesi direkt, të bësh e, për të e, bie ngurri nga e, lart. Masa ka që mund të merrem, po që Po ka mos nga e një anë vendosen. është edhe gjë që shohim shumë shpesh video që ndodhen nëpër botë, nuk në Do për thonë, vene të zhvilluara, Po nuk me është se s'ndodh. ajo ishte shumë pranë rrugës ajo gjëja dhe nuk është se ra mali lart edhe shkau dheu ishte në buzë të rrugës, ishte shumë. Edhe nuk ndodhe ne 3 orë pasi inaugurohet më plak nëpër botë, çfarë po fleti se ka njerëz se e duan punën e tyre, janë inxhinierë, janë ku diun Po çfarë. ndodh, më ndodh. kimista, nuk është se s'ndodh çfarë- fare. çfarë- Ore, merret tjetër ndodh, me ndodh. Po. Se di. Hani. Me që jemi këtu, kujtoje pak atë tipin e shtyllës, se ke thënë që do ta kujtosh Po mishe. Në Durrës. Mos harroni që bravo në gjë. Një bashkëqytetar jon vdiq, E pa iku ai muhabet tash. se iku po do kujtojmë ne. Jo, e ka thënë dje që do ta Po po, kujtoje. e di po që Po. Një bashkëqytetar jon në Durrës i harrojmë. se u mbështet thjesht në një shtyllë më miqtemi, mos harroni, këtë mos harroni ju. Po as të mos harroni të rrugës miqtemi, se janë për të kujtuar to dhe Ja se Po- do plas protestat e mëdha tash ku këtu. po kush protest, ç'a protest. Qesha rak fare Na janë. kush më protest më. Foltoria, se tash u Ku- kthyen në foltore nga Ore shiko, jam shumë se do të pyes diçka, po do kthehem aty se dua të them çik këtë që do them tani. Jam shumë dakord. Situata që jemi ne nuk është e mirë. Qeveria që kemi ne nuk Nuk është janë aty të ku milë. duhet, nuk është aty ku duhet, që është e vërteta. E kuptojmë që jemi afër me Europën, se ka ardhi moment që Shqipëria duhet të futet në Europë dhe kjo është kusht patjetër, plak se duhet të futet Shqipëria në Europë. Nuk, pse po sepse jemi shumë afër, e kemi përqafuar Europën. çfarë o plak. fitojmë nga. Çfarë Nëse thua fitojmë? çfarë do thua se e Po. flasim ne këtë. Se harova se po futem me këtë pyetje në burr. Jo, do thoja që ne vërtet po vemi drejt. Oni që Rajo, Mhm. ne vërtet po vemi drejt Europës, po Europës duhet i marrim më të mirën në plak. Nuk është vetëm puna që Çfarë i marrim në Europës? po mirë më të shohim vetëm aspektet e unionit, lëvizjen e lirë të qytetarëve, nuk e di çfarë lehtësira tjera mund të Vetëm ketë, ajo po, është e mirë që lëvizja e lirë, se këto Po, tjera. po tani mos e mendo, domethënë mos i kaq skeptik që s'do ndodhi gjë e mirë. S'është gjë e keqe burdani, nuk besoj se do është gjë e Ore, keqe që futemi në Europë. E shiko, kuptoj skepticizmin. Gjë e keqe nuk është, po ka dhe shumë gjëra të këqija që do na sjell. Edhe Po, e ajo vërtet. është. ajo duhet të diskutuar një çik. Se këta po e shesin sikur Po, po harohet ajo, po im në po, e Evropë, drejtë, ne do na drejtë. hapen kështu dyert e parajsës. Do dilja, vërtet që nuk jemi të kënaqur nga kjo qeveri dhe nga kjo jetë që po bëjmë. Por miqtë e mi, Po, nuk qa- kam qa- parë, jo, nuk kam parë në jetën time opozit më VK se kjo që është tani miqtë e mi, nuk ka mundësi. Është bërë si basha tash. Po plak nuk ka, po flas vetëm për opozitën e Partisë së Madhe, Partisë Demokratike. Po, plak, pa ata po kanë flas. këtu. Plak është komplet në nivel, o ne a fol çiko vlla. Po Merë. tani nuk janë serioz o burr.
Po nuk janë serioz për jo zotin. serioz, sa që dhe unë nuk po e ndjek fare situatën. Jo, për zotin nuk e ndjek. Nuk e ndjek njëri fare, po sinqerisht domethënë ose të fillojnë mund të fillojnë ndonjëri ta ja po mbajnë anë ta tani te podcasti o plak. Po çfarë anë se s'po. Nuk sa po ja bëra parantezën si s'mbaj man, nuk na plas për njëri. Po është e vërtetë e turshme plak të njoftosh protesta dhe ti kthesh në podcast më plak. Më mirë hajde fol te ne nuk je më pritet, po më mirë dil fol aty te YouTube dhe tua te Instagrami jot valla dhe është shumë mirë. Kupton? Opozita e vërtetë e këtij vendi jemi ne. Jo, s'po tallën fare. Jo, s'po Votoni, jo, do dilja diku në mënyrë shumë të bukur, po ma dhiti ju se unë s'bëra thirrje për partimin. Ne semi partimin, plak. Plak, këto protestat e këtyre janë kështu si s'ku të bëjnë një email. Po, janë një mesazh. Një grup WhatsApp valla. Po jo, opozita e vërtet e këtij vendi jemi ne, më plak, pse ne e themi mendimin ndryshe, ne e themi atë mendimin që mendon çdo bashkëqytetar jon, çdo bashkëpunëtar jon plak. Pse? Nuk e bëjmë, mbase nuk e bëjmë në mënyrë të zihemi me policat aty edhe të ku diun të kthejmë kurrizat nëpër parlament, se nuk kemi aq të aftë politikisht ose s'kemi aq mbështetje politike, po që çdo fundjavë sjellim, një herë në muaj. Ore, me që jemi sjellim një mendim opozitar na gjejmë mos si be. Pse? Dakor. Vazhdo ti bash. Jo, më kujtua një ëndër që pash dje që nuk di do ta them, po nuk e di çfarë thot për mua. Se pash ëndër sigurisht në Korç, në shtëpinë në Korç. Po? Edhe ishte edhe Arlin Qori. Edhe ishin ulur të pak a shumë të dy kështu. Sa çuditshëm nisi si ëndër. Edhe më pyetën si po shkon ky emisioni i ri për diversantët. Për diversantët, po se më le ta bëj promën. Po tash ishte ëndra çfarë të them. Edhe mirë thashë kështu, edhe duke folur për të u afrua dhe më puthi. Po si të puthi? Në buzë. Në buzë. Tallesh mo. Tash nuk e di pse po shoh ëndra erotike me Arlin Qori. Po ku ishit në Korç? Po në shtëpinë time në Korç. Dhe nuk di si ta se ti e me a shpjegon ëndra. Po pasi ungut kur ti kjo situata vendi ku ti shef ëndrën ka shumë rëndësi dhe shtëpia simbolizon veten. Më thënë veten jo me këtë kuptimin unin, po veten si self që quajnë kështu e përkthejnë. Thjesht jam gay domethënë. Thjesht idetë e Arlindit kanë penetruar thellë në qenien tënde. Madje edhe te buzët e tua. Edhe ti biles po ndoshta po ndjesh dhe i sulmuar. Domethënë aq thellë kanë hyrë ato sa që të kanë. Ta që po të shqetësojnë. Po. Base unë nuk e thash më pëlqeu as nuk pëlqeu. Ti mund të trëmbesh që këto ide, nëse s'ka pëlqyer të trëmbin këto ide që po pëlqejnë kaq shumë. Vëllai, nuk e di vëlla, do bënim do pinim një kafe bashkë nesër. U tiku kishte shkuar direkt aty ku ra rruga. Po di. Është bërë gazetar të Renit. Po ka qenë afër Korçës. 3 minuta më parë plak ishte aty u doli në ato orë. No, është shumë i madh, shumë i madh. Kishte shkuar tiku një deputete më duket e PD-s Korçës direkt aty në teren. Pastaj duan ta shfrytëzojnë atë. Por këtë javë miqtë e mi do jemi dhe ne me diversantët aty. Unë dhe Besi tashmë ja dolëm në jeto miqtë e mi, se unë ju thash jam moderatori më i mirë në botë dhe vura çdo lek që kisha më njanë për të korruptuar Besin, për të më marrë aty te Vision Plusi dhe tashmë jemi dhe në televizion. Diversantët miqtë e mi është një emision televiziv që do jepet çdo të diel te Vision Plus. Jam unë Besi, miqtë e nderuar të Comedy Thursday Leo dhe Mario dhe patjetër Gerti i pazoncueshmi dhe Pupja. Përshëndesim. Po plak e kam shumë xham pupën. Do jetë një emision goxha si be, është format ndryshe. Është gjë komplet ndryshe. Më pëlqen, jam shumë entuziast për këtë. Ka potencial, deri tani nuk e kemi treguar akoma. Jemi grop, po që jo mirë. Ka mund ta çojmë diku, po të punojmë çik fort. Jemi një opozitar dhe ne aty duhet të themi, që jemi për këto fenomene sociale flasim. Jo mirë, ai është qëllimi po. Çik më ndryshe. Na ndiqni miqtë e mi, na bëni dhe follow te Instagrami Diversantët, do e lëm tu në description dhe rikthehemi edhe një herë në realitetin shqiptar të çmendur dhe unë do plas lajmin e çmendur tani. Balluku.
Balluku çfarë? Balluku kush? Ballukume. Si po e shef situatën si be? Ti si opinionist sa shumë kemi folur për politikë, do flasim në këtë, nuk flasim më për politikë. Se kemi folur të pjesën e ballukut. E po çfarë ti flasësh? Sa e mirë është bërë si paraqitje më tek. Po se tani është kështu është e brisht. Ma ke thënë këtë, po nuk qëndron plak. Më duket Si shumë, jo. e di çam më duket shumë deadly si femër, kështu sikur çohet në mëngjes e thot do e përballoj këtë jetë. Fuck this. Me ato mesazh, të them të drejtën, më ka shpifur më shumë me ato mesazhe se sa me lekët që ka vjedhur. Uasa. Po ju çonte këtyre bashkëpunëtorëve Një gjë ja ta serëm çik për njerëzit, zëvendës kryeministre. Jo. Beqire ballu. Po mbesa është. Mbesa e si e ka Monika, si e ka? Belinda, më fal. Belinda Balluku po hetohet në SPAK tashmë për shkelje të rënda, për disa akuza për shpërdorim të detyrës patjetër, dhe mesazhet përmend Besi, Roshelio. Shumë faleminderit. Mesazhet përmend Besi janë mesazhe që ka fol me varësit e vet, që unë gjë s'kuptoj më blek, këta varësit e vet si bënin screenshot dhe ja çonin grua s'më blek. Po tash njerëzit So what the fuck? Kujt gruaja? Po pra, Gruas së domethënë, vet. kjo fliste me afera korruptive bashkëpunëtore me ligje, vartë. dolën nga çatet që këta kishin folur me njëri tjetrin, po një nga bashkëpunëtorët e kësaj domethënë bënte screenshotet bisedave atë çonte grua se kishte fol. Shumë Po weird. gjithmonë kështu dalin gjëra ato, domethënë. Po çfarë thuash pra? Po të tipit, po që kishte abuzime me Pra se detyrën. kjo fliste për shembull thoshte për Ramën, ja se do t'i them unë atij kurvës. Ose kishte ca kështu, Plak, sa si mund të shprehesh ashtu më burrë. ose ca gjëra të tipit që do ta bësh edhe pikë. Domethënë ishte shumë e vrazhd kështu në. Po. Tash i besoj se të detyron edhe po se Por ti po je ti ashtu. ku jeton ti, lexon lajmet apo jo? Ku shoh televizor por? Po pse ne si kemi lexuar në televizor dhe kemi lexuar në telefona? Nuk kam kështu news Nuk kam outlet. telefon. Telefoni news, jo, Ja. unë lexoj lajmet dhe informohem se. Po e vërtet mos i bëj, ç'ishte mo ai fjalor kështu tani për xhaxhjeti. Si unë. Shikoj, në ato qarqe besoj ashtu flasin të gjithë, nuk ka ndonjë. Pse është shumë e folme ajo. Po, detyron është situatë, domethënë besoj se është situatë shumë e nder gjithkohë situatë. Po edhe u rrej njëri vetëm tjetrin nga intriga, përshtypja. njerëz të ndyrë kështu të. Ai ne si e shef të zhvillimin e fundit politik. Më duket sikur është bë një sistem për të qarkullu figura dhe për të bë lek si mafia, kjo që po i heqin vendin, ndrojnë. Godit janë të gjitha ato. Futen në burg, dalin ato lekët, nuk është se i merr shteti për Po shembull. lekët zgjenden Lekët asnjëherë. s'ka shanse asnjëherë. Asnjëherë plak, ja drejt. Nuk gjenden. Bëjnë 2 vjet, dalin edhe janë figurat pastra, ku diun hapin në biznes, në kompani, edhe jetojnë të qetë. Ndërkohë që Edhe do gjelet vetëm Rama i pastri i ata nuk janë të gjykuar realisht, se qofse ti ke vjedh gjithë popullin, Po jo, kësaj nuk në është fakt ai gjykimi. kësaj në fakt mund të nxjerrin sa kështu me këto me tenderat me gjërat, Po se ka goxha. ka pas edhe ministri shumë të prekur Po. nga zhvillimet, nga është ministri që për ku ka qenë infrastruktura ka qenë kjo? Transporti ka qenë? Ku di. Plak jemi shumë Shumë rënd nga gjitha. pa bazë politike. Unë di që ka marrë lek kaq. Unë ngre dhe akuza zyrtare. Si be, e lek do na çon njerëzit tani neve. Po. Mos harroni miqtë mi. Do na çojnë gocat. Goca, çmenduni, subscribe, komentoni, një që ka një koment e java, po se ke bë punën edhe prapë, do të pushoj të nxjerr. Një që me këtë mikrofonin plak është sikur ka dalë të bëj një vox pop. Që të pyesi nëse do votoni ju të Kush është? Vazhdoni komentoni më miqtë mi, na ndihmoni pak me komentet tuaja, na ndihmoni pak me subscribe-et dhe me donacionet tuaja nëse keni, patjetër. Se këto donacione më miqtë mi vjen për të institucion këtu që ka 6 vjet tashmë, mos e institucion është tashmë. Jemi të pathyeshëm si be, nuk se më shkruajti njëri apo se fillua televizionin nga ushqitët dhe ju më vjen difuzja një shpullë. Të drejt ka. Po pse më blaq ushqitët? Ushqitët më. Po ne do bëjmë edhe gjëra të tjera në jetë, pse? Është vërtet. Ç'është ky muhabet tani? Miqtë mi, ky podcast nuk ushqitet. E kemi çmimin 400.000 euro. Po doli 400-ja, do ulemi në tavolinë ta diskutojmë, vëllazë, është serioze situata. Po kush do na jap ne 400.000 euro? Jo. Kush do të na blej? Prandaj çfarë? Nëse miqtë mi, nuk do flasim më për gjëra të
të këqija tani dhe për politik, do flasim si për mbyt vendi kështu më plak për një javë valla, kemi Ma fajt për ikë lesh. Ë? Pra, dalim prapë te politika. Po jo më plak, po si jemi për mbyt shumë valla, si ka mundsi, ka shi nuk e. Për mbytet do vende tash që. Po si më kaq orë është për mbyt Saranda, ku ka Saranda është malor. Po edhe Korça ishte për ca fshatra në Korçë. Është për mbyt Korça. Ça bet shumë valla, po ça bet. Po Po pse më kaq shumë shira? ka shumë ka 2 javë s'pushon. Jo, ka 2 javë që s'pushon në fakt në gjë. Ti mirë lajme shikon, po shiun të paktën. Ku jeton ti valla? Po jo, po këtu jetoj më po s'ka rënë. Ka rënë, ëh? Ka rënë shi. E ka rënë. Se nuk ka qenë kështu shira të jashtëzakonshme. Prandaj Ka rënë shi normal. O plak, çfarë un pash arkën e Noës në Paskuqan diet që ishte elefante. Ore se bëhet arka e Noa se nuk ka kanalizim është punë tjetër, po nuk është se ka qenë në shi të merrshëm që të thuash që i papar, ku di unë. Ka rënë shi edhe më keq o burr. Ku marrin vesh nga shiu. Po se di se janë përmbytur fshatra në Korçë për shembull që s'bën, nuk ndodh. No, përmbyt Po Korça. që ndodhi. Të mërshme. Po nuk kemi, është ajo që thotë Ninja, nuk kemi Mirë. nuk kemi fare për të Infrastruktura përballuar është player fare. përballuar emergjenca kombëtare vëlla, domethënë na rujt ai lart, po është ai aty lart. E na ru zoti se ti. Valla, po plak mos na pafshan më. Po zoti na i solja. Ose mund të mendohet edhe kështu. Po ku do kalojmë në një temë tjetër? Kalojmë në një gjë më të gëzueshme valla. Do flasim pak Se për vetëm Jo, do flasim pak për atë ngjarjen e madhe që po për atë vrasjen e jo morti shejtan. Do flasim pak për kometën, do flasim pak për kozmosin. Ore, ç'a bëhet pra ke parë që? Ajo kometa tani ka dalë në trajektorin e tokës, ishte shumë afër një Po moment. jo se nuk ishte në trajektorin e tokës. Jo në trajektorin, ishte përbri. No, nuk na rrezikonte gjë ajo. Jo, nuk rrezikonte, pra. ishte e dukshme. Tani, e çuditshme është kjo si formë, kjo e treta e llojit vet, kjo komet që po kalonte afër tokës. Se e treta, ka kaluar edhe. Po pra, se prandaj ka 3, sepse është e treta që është me pak fjalë kjo nuk e justifikon dot atë formën që ka, edhe Ajo stërgjatshja? Pa ajo ka kohë më burr. Jo mua. Është e treta e llojit si mua. Është 3-1 Atlas fraksion diçka, nuk e di. Problemi është që thon këta astrofizikantët dhe këta që merren NASA, janë këta të gjithë që merren me këtë këta nerdat, thonë që trajektoria e kësaj dhe mënyra shpejtësia e kësaj. Pra se ka lëvizur trajektore dhe shpejtësi. Gjithashtu edhe materiali që kjo ishte përbërë dhe shkrirja që se çdo gjë që kalon afër diellit, normalisht që me kohën shkrihet edhe ikin materiale. Plakta kanë ca teknika të çmendura, NASA ka ca teknika të çmendura për të matur ç'a materiali është, në mënyra si depërton drita, valla, shumë e çmendur është NASA e ne për këto gjëra kështu, se kështu spektrograf, spektrometer. Bravo çfarë. Ngjyrave. Gjen ça përbërje kimike. Si ka mundësi më ne miliona vite dritë larg dhe gjen llojin shumë të çuditshëm më ka. Leku. Shumë afër, po i gjen dhe miliarda vite dritë larg. Ato komponentët kryesor. Se miq që ta kuptojmë punën e trajektorës nuk është se ka nxjerr NASA tamam. Se NASA ka thënë që në fillim që nuk është se do bjerin tok, nuk është se kanë një gjë të çuditshme. Ajo ishte ideja që thoshin që është anije kozmike. Kjo është e rrallë se vjen nga jashtë sistemit diellor, edhe është shumë e vjetër në krahasim me sistemin diellor, është objekt shumë i vjetër. Pra po thoshin që mund të jetë edhe kështu. Mund të jetë teknologjike. O plak, un kam një pyetje për ju. Thot NASA, thonë. Edhe Elon Musk thotë që nëse do ishte ajo objekt alien, do e thoja on live television. Po. Se ai e ka pa, domethënë, me ato mjetet e veta. Unë një pyetje kam valla, se vërtet kemi arritur në një pikë që tani po diskutohet shumë për jetën aliene ose për faktet që kemi ne ndaj alienëve. Edhe pranojnë dhe kanë filluar edhe qeverit pranojnë gjëra. Në fillim të vitit u bën namja, dolën në kongrese në kështu, pastaj u zhduk. Tani që ka filluar qeverit pranojnë gjëra, nuk besojnë njerëzit më blek. Pse valla, tani s'është një gjë kaq që, domethënë, mua nuk më bën sens që qeverit pranojnë kaq gjëra dhe prap ne jemi skeptik ndaj kësaj. Unë nuk po them tani që po ekziston ai alieni me atë kokën e madhe me ato gjëra që kemi parë në Hollywood. Qeverit thon shumë gjëra më që s'janë të vërteta. Biles më shumë më duket sigur kjo mund të jetë edhe një as nën mëng që e ruajnë qeverit në përgjithësi që të justifikojnë projekte ose gjëra të vetat. Po shikoj ne, e diku e kundërshtojmë të fakt
sepse mendoj që kur po flet për një konspiracion kaq të madh, që ne po e mbajmë këtë si lajm që të na shërbej për një gjë tjetër, gjithmonë do ketë një vend që do dalë lajmi në diku, se sot jetojmë në botën e internetit, do plak. Ka shkencëtar shumë, ka dhe njerëz që me shpinën e vet, për shembull, janë miliardera, mund të kenë mundësinë ta trakojnë atë tani. Po pra, pa shfrytëzojnë edhe këtë pikën që ka aq shumë lajme falso, aq shumë Po, është informacion. edhe kjo oqeani merre vesh ti tash. fake news, po e vërtet është. Ore, po si mendoni ju vëlla? Po se shikoj të shpjegojmë pak një situatë. Ne në vitet 70 kemi dërguar në hapësirë Voyager 1-in, që është një si tip mënyrë komunikimi që ja kemi dërguar një jetet për teme, ku di unë që në këtë satelitin ka një informacion se kush jemi ne. Ai si vinil më. Si vinil. Është i vizatuar një mashull dhe një femër. Është ajo që si dukemi. Po, jo disa gjini, një mashull dhe një femër. Edhe një jo binar. Kur e kam pa unë për të parë për shembull atë si qenie inteligjente që jam, nuk e kuptoja çfarë kuptimi ka. Domethënë pse duhet ta kuptojnë ata alienët? Unë s'po e merja vesh, domethënë okay, janë këto dy figurat, pastaj janë simbole, skema që unë si kuptoj dot. Edhe ky është debati, si mund t'i kuptojnë ata? Ndoshta ajo është ideja që mos i kuptosh ti si njeri, po ti kuptojnë ata si alien. Po ku ti se di fare si janë ata? Ndoshta ata din diçka. Minimalisht duhet ta bësh që ta kuptosh ti vet, ti jetë universale për njeriu që ta gjej një din diçka ata. Po ku e di që e din njerëzore simbolologjin. Unë se di që e din, po ata e din që e din ata. Shikon, nëse ata janë aq inteligjent, they'll find a way. Po kjo është si tip aksiome që ti po e pranon që ata do kuptojnë këtë gjë, ndërkohë që jo çdo njeri e kupton që njerëzit janë specie inteligjentë. Kemi kapur deri në një sinjalo që është i ngjashëm me atë, ku diun. Ju e hieroglifet e egjiptianëve i kuptoni? Kuptoni? Jo, si kupton. Si kupton? Po kjo s'do të thotë që kupton Cazanguria. Po. E shikon. Përveç zanit. Ideja është që mënyrë gjua që ne mendojmë dhe e konceptojmë gjithë jetën tonë, nuk është se është for granted ose është kaq e pranueshme për një qenie tjetër. Për një qenie tjetër mbase s'është fare komunikimi verbal edhe me simbole, ai si di fare çfarë simboli. Ai flet me matematikë. Ti simboli i ke vënë aty. Po si? Edhe matematika është një simbol për realitetin, nuk është se është del jashtë se. Tash ne apo thotë që ato janë gjëra pa kuptim për ne. Se hieroglifet një moment kanë qenë për atë popullat të gjithë i njihnin në atë kohë. Po. Kurse ne në këtë kohë që kanë çuar tani si njohim ato simbole që kanë çuar këta. Mi ka çuar në vitet 70 ato. Po, në vitet 70 kanë çuar dhe muzikë aty, kanë çuar Beatlesat, Frederic Ndoci. Po pra, po s'kan çuar një player për atë vinilin. Që ta luajnë ata me atë. Ku do ta luajnë? Po mi pra tashi, ato shkencëtarët e asaj racës aliene punojnë prej çik ta gjejnë si. Po ja vë dhe një vinil aty. Po i vë dhe një vinil, i vë dhe i fal kufje GPL. Është një perspektivë shumë e bukur në një film që quhet The Mothman Prophecies me Richard Gere-in e madh. Edhe ky filmi po i bie shumë shkurt se s'dua të flas për filmin, po të them për një analogji që thot ky shkrimtari te ky filmi. Te ky filmi Mothman Prophecies është një si krijesë që sa herë shfaqet kjo shkaktohen shumë, është si legjendë urbane në Amerikë. Sa herë shfaqet kjo krijesa, shkaktohen shumë fatkeqësi në këtë vend që shfaqet. Edhe Richard Gere në film takon një shkrimtar të kësaj legjende dhe e pyet, "Ore, po çfarë duan këto krijesa tani?" Dhe i thot ky shkrimtari, "Po shi sa e bukur që më gjethet më sikur e mendoj. Ti i thot kur shikon një buburec në shtëpi, çfarë i bën thot? Përpiqesh të komunikosh me ta apo e vret?" Edhe vërtet kështu është plak që ne në fakt se çfarë ka jashtë, se unë nuk jam në gjendje tani as kapacitet intelektual të imagjinoj se çfarë mund të jetë jashtë asaj që ne perceptojmë galaktika jonë, sistemi jonë diellor, nuk e di. Po mirë, tash. Po nuk është kaq hollywoodiane situata që jashtë është një qenie plak që pret, domethënë që të komunikojmë me ne ugjeta njerëz, plak do vemi aty të takojmë. Te kjo krahasimi ne nuk kemi as bukurrec, nuk kemi as të shtëpia në njënit. Po jo, ka ardhur ai të shtëpia jon. Jo, por dakord me ne, po ai un supozoj që nëse një qenie aliene na viziton ndonjëherë, o plak nuk ka shanse të jetë miqësore më burr. Po jo, ore, shiko, se dakord, kur shikoj një buburec e shkelti, po të shikosh një buburec që po ndërton një makinë dhe po nuk do ta shkelësh, do dalo çfarë nga ky. Normal që do përpiqesh të komunikosh, do t'ja bësh një shumë. Po ai buburreci në atë habitatin e vet, në atë botën e vet,
bën gjëra, ndërton gjëra. Po ajo i duhet o vlla, edhe mbas ajo makina jon atij alienit duket mut. Ka fare interesante, domethënë. Po jo pra se kur ka diçka një teknologji, një gjë i duket kot fare aty. Ne kemi elektricitet, kemi shumë gjëra që shumë të dalluara. Kot fare nuk është se nëse një anije aliene e zëm, po marr një situatë tani që na shfaqet për shembull në Carik, direkte do plasin një bombë nukleare, s'ka shanse. Jo, pse? Çfarë lidhje ka me këtë? Po pra, kemi fjalën ne si qenie njerëzimi është shumë qenie e egër, nuk është qenie që ne pranojmë gjën që s'njohim jashtë vetes. Ne ti shef balena në ishën Faroe që i masakrojnë o plak, ku di, ata mirë, ata mund të jenë. Edhe kjo që për shembull mund të vijë një racë aliene shumë e avancuar. Po. Në shtyp butonin e kuq direkte më. Po jo, në butonin e kuq, po e pret qeveria, ulen ata, bëhet kjo ceremonia, del njëri gjuan me gur. Do dalë një kështu. Fillojnë nxjerrin lazer ato. Shuajnë planetin ata direkt. Po blek, domethënë, marrëdhënia me një qenie tjetër që nuk është njerëzore, nuk duhet. Është delikate shumë. Është delikate sepse nuk duhet menduar në pikpamjen që ai do jetë humanoid, sepse ai nuk do jetë si ne. Unë jam i mund të jetë si ne, nuk e dim të, po që unë kam përshtypjen se do jetë një krijesë komplet tjetër më kanë, një dimension tjetër, në një. Okej, në rregull. Po kjo s'ka lidhje me atë që po thoja unë që ata me do e mos na shohin ne që po bëjmë diçka me vlerë, thjesht se kemi këtë teknologji që kemi. Me vlerë, po duket që ka inteligjencë. Mund të jetë e vjetër apo po inteligjencë ka edhe delfinat, po ne prapë vrasim çfarë lidhje ka. Delfinat nuk kanë inteligjencë të bëjnë një bombë që vret 7000 njerëz për 3 sekondë. Vrasim në delfinat. Pikërisht pra, do të thënë ne përveç se bëjmë teknologji, bëjmë edhe teknologji shumë të rrezikshme, ata mund të jenë lala. Ne nuk i vrasim delfinat. Patjetër se nuk e vën diskutim. Unë mendoj se këtë që thotë një gjë, ata mund ta mendojnë, plak, nuk merrem ne me këta. Merresh shumë shqiptarin për vllai. Shiko, po jo, seriozisht plak se ne mendojmë gjithmonë që kjo qenie aliene ka atë laser beamin edhe lëshon atë laser beam të djegë. Ne kemi pas njerëz që se po ulim njerëzit shumë njerëz që janë shumë më lart në parime, në koncepte, në të gjitha se ky alieni që po përshkruajmë ne. Ne po e shohim atë si thjesht lart teknologjikisht. Po si teknologjia është. Po kështu si shpirt, intelekt, shpirt kazme janë. Do të thënë po e shohim shumë më keq se më të keqen tonë, ndërkohë që nuk bën sens. Ne kemi pas njerëz shumë më të mirë. Po mirë pra, po sepse jo ata që supozohet që janë më të avancuar, ata mund të kenë arrit më të mirë akoma. Janë më pranues, më të hapur, e kuptojnë çfarë po bëjmë ne. Po avancimi teknologjik jo me do e mos do thotë që ti je më i mirë ose inteligjent. Tregon që ke logjik. Po me logjik, inteligencë kemi dhe ne dhe prapë jemi shumë gjakatar. Do me thënë, ta kam lafin që fakti që ti je i avancuar teknologjikisht, jo më do e mos të bën ty që ti jesh edhe qenie më e mirë shpirtërore ose jo nuk të bën, po ama nuk ai që vjen nga jashtë të shikon për të parë nuk e shkakton avancimin teknologjik atë, po avancimin teknologjik tregon që ne kemi arrit një gjendje shoqërore dhe intelektuale. E kemi arritur ne me këtë. Prit pra ta shpjegoj që ne që të bësh një anije kozmike, mund të ketë 2000 ca element që prodhohen në shumë vende të ndryshme, që bashkëpunojnë kultura, njerëz ndryshëm, fabrika, janë procese shoqërore që tregojnë që ne mund t'i afrohemi njëri tjetrit pa u vrarë, mund të bëjmë tregti dhe mund të krijojmë korporata, do të thënë nuk je aq mrapa. Do të thënë është kjo avancimi jot shpirtëror dhe intelektual që shkakton dhe teknologjinë. Po e vërtet si. Po jo teknologjia shkakton këtë. Edhe prandaj them që nëse ata janë aq të avancuar teknologjikisht sa kanë ardhur minimalisht kanë kalu këto proceset tona. Që ne nuk është me lëndë të tjera, shohim një qenie inteligjente për herë të parë dhe mundohemi ta shfarosim. Po prap nuk e përjashton. Po mirë, tash asgjë nuk përjashtohet. Po se përjashton çdo gjë mund ndodhi. Sa po diun edhe nazistët ishin shumë të avancuar teknologjikisht, po edhe njerëz të mirë kanë qenë. Tani edhe ti dehumanizosh fare nazistët, nuk është shumë nazistë si gjë, se nuk është se kanë qenë thjesht njerëz të këqinj, edhe aq përmblidhet gjithë jeta që mund të ketë jetuar 90 vjet ai nazisti.
Wow, po flas për ishin super njerëz gjakatar, për koka tani, si po flas për njerëzit. Ata nuk është se shkonin. Domethënë shuanin ata shkonin edhe shuanin ata që s'donin. Po ishte avancimi Edhe jo shpirtëror bënte dhe përshtypje. filozofik i gjithë kulturës gjermane që shkaktoi atë teknologji, pastaj se i ran dorë një psikopati edhe psikopatologjizoi gjithë Po. Gjermaninë edhe ku di unë. Ajo është tjetër- një tjetër- smundje, po. një gjë, po deri aty Gjermania shkoi për shkak të produktit vet shpirtëror dhe intelektual. Po, se kishte edhe shumë propagandë, kishte libra, kishte Më filma. thënë nuk mund nuk mund të Jo, arrinte me- Gjermania në atë nivel që kishte doktorat më të mirë, teknologjinë më të mirë, pa pas Nietzschen, Hegelin, Beethovenin, gjithë këta Po. figurat e mëdhaja. Po ne po si Wagner. mendon, do i binim me bomba atomike po të vinin UFO. Po të na Deri në Roskovec? jo sulmuan. pa shkak. Si, jo pa shkak konkret. Po sulmuan, no? Se vjen thjesht droni vinë. bajraktar shqiptar aty dadadum. Po sulmuan, no? Se po nuk sulmuam pse do t'i biesh. po nga frika nga e panjora, pra mua duket se kjo është më Jo, pastaj, e rrezikshme frika nga është kjo që gjitha. Ja e quajta, po sikur ti thaj mos Po pësoja mi pra, zënë. ai mund ta di që ne kemi frikë nga e panjohura dhe krijon një strategji si të na bëhet i njohur në një mënyrë që të jetë më e sigurt. Po mirë, më ashtu Nëse- po. Ai- Ashtu po. Mirë. Po nëse ai nuk e bën. Ullet të sheshi Skënderbej. Qofse ai se bën këtë approachin shumë të butë edhe. Do me thënë, unë mendoj se rasa njerëzore ka shumë frikë nga e panjohura, që është e vërteta. Po, e vërtet. Okej? Dhe nëse vjen një qenie tjetër inteligjence, mbase më inteligjente dhe më avancuar se ne, neve do kemi duke menduar, duke perceptuar tjetrin ashtu siç jemi vetë, normalisht se ti projeksionin e vetes sënde e shef te Po, tjetri e vërtet. gjithmonë, e kupton? Edhe duke menduar që ç'a do bëja unë, po t'isha në vend atij, që me siguri do ishte assert dominance, No, do me thënë. Nuk do gjuanim direkt, normalisht Nuk do gjuanim direkt, po do mundohesh të vësh atë dominancën tënde, kupton? Po, E siç e bëjmë në njerëzit gjithmonë. Si ç'ke çai vendos mo. Nëse vin ata të para, çfarë do t'i vendosësh? Po ultë se në beu do paguaj Po jo pra. ku do thëj ai. Si tallosh ti? Po mirë, Te ma, minus do të njëshi. Te minus job, daj job. Po nëse vin ata nuk ke çfarë dominancë të vendosësh. Nëse gjejmë ne një portal që të shkojmë ose gjejmë një mënyrë për të udhëtuar aq shpejt, ashtu mund të vendosësh dominancë. Ne si nuk. Po jo të vinë ata nga hiçi, nuk udhtojmë edhe ti dot. të thuash dale se Ne kemi të pamundur të udhtojmë aq shumë, të rim aq shumë gjallë, domethënë që të vëm Po, një mirë. udhtim interstellar. Po shanset po ti marrësh me probabilitet në këtë botën a ka apo s'ka alien. Në fakt shanset nëse do ketë botë aliene me gjallësa, shanset më të mëdha janë që ne jemi nga më të zhvilluarit. Janë shumë më të mëdha se sa shanset që të ketë më të zhvilluar se ne. Po pse ore, e përderisa mendon? universi është i pafundëm, janë të gjitha llojet e Se- shanseve. Po s'është i pafundëm, është i fundëm se ka fillim. Është i që fundëm dihet. materia jon, po s'do thotë që Shkenca Nuk dihet thotë që çka është ka i më. fundëm, thjesht është shumë i madh sa që për ne më si mirë është ta si është i konceptojmë. fundëm, në ç'kuptim është i fundëm. Është i Po pra, se fundëm, nuk pra e ka mat, jo, një Nuk e border, ka mat shkenca, thjesht Po, thotë që është ka kështu një i kufi universi. Nuk ka nevojë për ta matur, po pas atij kufirit çka ka. Asgjë pra. Po pra vazhdon në univers prap. Jo, më thjesht është ndryshon- asgjë. Ndryshon materia. Po Jo, ama më nuk pjesë e ndryshon, universit nuk është. ka materie, është mbaron aty Po universi. mbaron kjo materia që njohim ne. Nuk është Po, materie, si mbaron universi? është një trinom hapësirë, kohë, materie, që nuk ekzistojnë dot pa njëra tjetrën. Edhe jashtë asaj nuk ka gjë, se kjo Po edhe trinomi asgjëja është gjë. Po jo pra s'është gjë. Po s'është gjë Thjesht se për ne, po konceptojmë ne. po se perceptojmë ne. Pse Po ne kjo Ky trinomi ka një border. Kjo space po pra, time sipas matter ka një perceptimit ton, border. e perceptojmë ne këtë gjë. Jo, Të më trinomin. nuk është perceptim, është ligj fizik. Po pra për ne, Aty mbaron pastaj. për ne, për ai sa Universi jon material. po. Sa kemi Ama observuar ne universi apo pjesa po tjetër thua? vazhdon. Kjo është pafundësia. Po ne sa kemi observuar po thua, sa kemi arritur ne që dallojmë që Nuk observohet dot ajo, Jo, po ajo, duke se- marrë të vërtet Big Bangun që ka një fillim dhe universi ekspandohet, zgjerohet, ka një kufi, se nuk është se nga 0 bëhet infinit. Po mirë, Big Bangu është teori, se nuk është se ka ndodhur sipas Big Bangut. Po mirë, Është në bazë Teori të që ka dominante. që ka disa
etapa vërtetimi. Më thënë është ekuacioni zgjerimit të Po, se Hubble'it, shikohet është edhe kjo radiacioni kozmik i vazhdueshëm që është ky radiacioni që është që jep Shpërthimi- ka fillu që jep dhe televizori. Po. është gjatë gjithë kohës. Çernobili domethënë ka qenë në fillimet e Është si një radiacion tallave shumë Çernobilit. shumë i lehtë, është një temperaturë vetëm 2 gradë sipër zeros absolute. Po pse ti si e mendon për shembull që përtej sistemit diellor, përtej këtyre 8 planeteve që është në sistemin ton diellor. Çka ka përtej? Nëse kemi një civilizim, e kemi afër, po thuaj, jemi afër, Jo, jemi shumë mendoj larg. që Jo, qofse afër, jo. ka një civilizim ne masës do e takojmë dot kurrë aq larg mund të jetë. Ua, Janë sa- distanca që Pas bëhet fjalë konceptueshme. ose mund të ketë qenë 12 miliard vjet më parë ose mund të jetë 12 miliard vjet më vonë. se është dhe në kohë, jo vetëm në hapësirë. Po, është. Më thënë, edhe janë një 8 paradokse që quhet paradoksi Fermit, janë një 8 hipoteza që për shembull një nga këto është kjo barriera e jetës inteligjente, do të thënë që evolucioni mund ta sjellë një jetë deri në një lloj forme, po kjo kalimi nga një formë jo inteligjente me këtë inteligjencën njerëzore është si barrierë që është shumë vështirë të thyet, Po. edhe mund të jetë shumë e rrallë si gjë. Është kjo pjesa e fine tuning, teoria fine tuning, që çdo event, edhe sikur të jetë një planet me të gjitha këto kushtet e tokës, vetë lindja e jetës ka një probabilitet me shumë shifra Që mos të ndodh apo të në ndodh? fuqi të 10-s, që mos të Që ndodh. mos të ndodh. Çdo gjë është që mos të ndodh. Duhet Edhe jetë rastësia aq. praktikisht jeta jon ka një probabilitet shumë afër zeros. Edhe nuk është aq Sa e të shmendur. mo, se plak, dikur thoje sa që e ka shmendur, kaq planete, Mr. Mi. bëj një shumë probabilitet general që me që ka kaq yje duhet të ketë kaq shumë jetë në univers. Po. Po tani po rikthehet prap mendimi që është aq i vogël probabiliteti sa që ka mundësi që mund të ketë shumë pak, mund mos takohesh kurrë, mund të jesh dhe i vetmi. Më thënë janë gjitha këto janë shumë kanë probabilitet shumë më të lartë. Unë s'kam qenë asnjë në Berato. Do takojmë ata nga Plak shumë e konceptojmë ne njerëzit se ne jemi shumë të definuar nga të përcaktuar nga koha që jetojmë, edhe po. kjo limiti kohor na e përcakton shumë, edhe botë kuptimin mendoj unë valla. Nuk e mendojmë dot jetën si është pas si e thajnë pas 12 miliard vjetësh, unë se imagjinoj do të çfarë do ndodhi pastaj që do të në shtëpi blek. Më kupton, Është jemi shumë e çmendur kjo fakti që për shembull kur shef yjet është e vetmja moment që ti shef të shkuarën. po shumë është shumë e Shumë mind blowing është. Si shef të shkuarën mi bujim. Shef drejt qellit, shef Po edhe kur shikon një fotografi të shkuarën, shikon. Black Mirror je për të Black Mirror je vlla, do të bëjmë një episod vetëm për jetën tënde si be. Po Elio, si mendon ti Elio? Beson te jeta aliene se të përfshim fare muhabet? Jo, nuk beson se ka, domethënë. Po. Ti je me probabilitetin e pakët, domethënë. Jo, që është që është plak, që është planeti më i bukur. Në ai sa kemi observuar plak nuk ka. Sidomos të rikaltërën. Jo, plak, tani Si që planeti më i bukur, ku di ti ç'planet planete kanë? Po, unë mendoj për shembull që ka një botë paralele këtu në tokë. Më thënë ka krijesa që ne nuk e dim. Pritë që- ne, që hape janë. hape Po kutinë e për Pandorës. universin paralel ti apo si? Jo univers paralel, një jetë ndërmjet këtij dimensioni dhe Po çfarë do me thonë dimensioneve se- tjera. E po dimensioni është Po, si. dalë më ta Po jo operacionalizoj si jetë, term. do të thënë që ai ka ardhur, ka ndërtuar një anije nga një planet tjetër që është këtu në tokë dhe ka qenë për shumë Pse se thon? shumë mijëra vite. Më thënë edhe kjo është një nga këto teoritë që thuhet për alienët që janë krijesa që kanë Që si janë as nga një alieni bi. epokë shumë e hershme. Po që janë këtu në kanë tokë e kohë- fjalën. Po janë nga toka, do të Po thënë nuk shiko, janë. që bota e nënujshme kur vete poshtë Po. 3000 metrave plak bëhet botë
E çmendur fare. Dhe kjo më duket shumë e besueshme që ka pasur shumë qytetëri me para nesh që janë zhdukur fare nga, domethënë, sa koka ka kaluar, janë tretur çdo. Sa është ajo 100.000 vjet që të zhduket çdo tres, Pak a shumë i njeriu, zhduken çdo gjurmë. çdo gjurmë pra. Do të 100.000 thënë, vjet? më duket se po, më duket se kaq. Do të thënë pas 100.000 vjetësh, nëse nuk vjet dorë, domethënë, çdo gjurmë e një civilizimi ose çdo teknologji zhduket edhe duke marrë parasysh sa miliona vjeçare është toka, mund ta mendosh që mund të ketë pasur për shembull civilizime tjera që Po, mund të ketë pasur edhe unë jam shumë mua për shembull ai Graham Hancock me atë teorinë që ka, e kuptoj që e amnezis ajo po, që është në Netflix. Po. Pa. Shiko, e kuptoj tani që nuk i pëlqen shumë njerëzve që të ngrenë koncepte të ndryshme përveç asaj që beson arkeologjia, po ore, vërtet e kemi treguar që në epokat të ndryshme ka pas edhe teknologji shumë të avancuara, domethënë po të shohim dhe po të lexojmë faktet që sjell ai për mënyrën si çfarë inxhinierësh kanë qenë për kohën me ato pajisje që kanë o vlla kanë qenë shumë para. Nuk mund të gjë e krahasoj me atë që dim tani edhe. E pra, se tani jemi o plak tani un pash video para sa ditësh një intervistë një 8 vjeçare s'dinte asgjë na jeta, më blaq zero fare valla. 8 vjeçare. Po si më jo? Çfarë do di një 8 vjeçare? Un fëmijë di atë gjitha, më çfarë fleti? Ore, vetëm tash i kemi harruar. Je shumë kurioz. Domethënë, ta pyesësh nipin e Nietzsches për ku diun për ciklonin dhe për tornado i di me detaje, se ka fiksim, ku Po, diun. tornado ti ka fiksim dhe malet. Domethënë ideja është fëmijët vet, njerëz. Janë shumë kurioza natyra më blaq, dhe ti do të shumë të dish të gjëra. Është njeriu kurioz, prandaj po duam të shkojmë në hapësirë edhe. Pra, shumica gjërave që dim janë iluzion sikur dim diçka. Mendoj gjithmonë jo vetëm hipotezën, po mendoj gjithmonë atë po të kthenin mbrapa në kohë, edhe ti të pyesin, domethënë, ma vërtetoj që ti ke ardhur nga ardhmja. Kush është presidenti i Amerikës mbas Abraham Lincoln? Se di. Kush është kryeministri i Shqipërisë në kohën e Verit? Nuk e di. Ditë ndërtosh i radio? Jo, ditë ndërtosh i makinë, se do i thosh ti, ne kemi makina, ne kemi radio. S'di asgjë. Nuk di asgjë, e kupton, nuk e vërteton dot që ti je nga e ardhmja. Nuk e vërteton dot. Si bëhet aparati fotografik, si do i tregosh ti, ose gjëra domethënë që janë tipike për njeriu. Çfarë do i tregosh një gjë që t'ia vërtetosh atit. Po mund të vërtetosh me i këndon ca këngë që kjo s'ka dalë akoma. Çfarë do i kënosh për shembull që do i bësh kështu si detfist. Ai do të marrë këtë edhe do fusi me një birut. Po jo, ti do të këndoj Death, do të këndoj Beatles ato. Po besoj, gjeta çfarë do i them aty. Miku im. Pastaj telefonat i kemi me veten ne. Ja. Po jo si Arnoldi pra, ke shku si Terminatori që shkon lagurisht. Je cullak aty, nuk ja, vetëm zallota. Domethënë, seriozisht, unë mendoj shumë shpesh që po të mpyesë njëri, më vërteto moj ti që je nga ardhmja, nuk ti që ai do thotë ti s'di të bësh as shpata, as unaza, as vadh, që ne dim ti bëjmë gjithë. Ti s'di të qepësh moj. Je dhe grua, s'di të qëndisësh, s'vjen tur. Unë di të qep për shkak. Po jo të arnosho, të qëndisësh, të bësh këto copat që jeni ullë, të bësh kështu, qëndisma. E vërtet mos si besi jemi ka të ndishur, na njerëz që nga ndërtu kollosin e Rodosit në kështu qenie që pastaj jemi rato, kemi çdo gjë gati. Unë e ti plak një prizë do ndrojmë dot. Domethënë po të shkatrohet bota tani, edhe të mbjetojmë ne 5 veta se jemi këtu, ne do vdesim. Pse? S'dim të më asgjë. Ne do vdesim me një zjarr, ma bë një zjarr kështu me shkope dhe me gur edhe me kasht. E bëj një zjarr. Po s'do e kesh pra të se shkatruar bota, të mbaroj çakmaku. Po do vëm në një market të gjejmë. Po kam. Do paguash me kartë, besoj se. Po shiko, për të mbijetuar, njeriu ka treguar që detyrojnë kushtet vet. Jemi shumë qenë mbijetuese në gjë. Edhe ti po të hedhësh detyrojnë që të vdesësh. Është dhe opsioni që mund të vesh. Po do mbijetojmë të pestë, po 2 ose një nga ne do mbijetoj. Jo, ne, është një Ore, të vrasësh një lepur, mor, ku ta di unë të gjuash. Me tullë.
Po edhe ai lepuri do rri aty dhe po të pret ty që ti gjuash në tull. Biologët për shembull thonë që jeta është gati është zhdukur një 6 herë. Kush e thot? E fundit ka qenë ky meteori i dinosaurëve. Këta që merren me Pse e zhduku ajo e në dinosaurit, ë? Gati është zhdukur jeta 6 herë, ajo ka qenë e 6-ta dhe ka qenë vetëm një herë që faktori ka qenë i jashtëm. Zakonisht ka qenë ose në një vulkan, kanë qenë algat, një herë ka qenë Oksigjeni. Algat. Po pra, oksigjeni. Një herë ka qenë oksigjeni për një arsye tjetër. Dolën këto algat pra në det që se kam parë dokumentar, më fal se të Jo, vazhdo. kam parë dokumentar që po e kapa në gjys, e kupton dhe po fliste për fillimet e jetës. Fundit Po, apo të fillimit të jetës. fillimet e jetës, edhe mendova se po fliste për Jetën tonë. po. Edhe ky po thoshte që dolën këto algat në det të njëra po tjetra dhe çlironin një gaz që filluan të çlironin një gaz që vrau 99% të gjitha gjallësave dhe ky gaz ishte oksigjeni. No. Isha kështu. Do të qenë në thosira. E kupton, do të thënë qofse nuk do ishin këto algat Atmosfera unë kam shumë azot, sa që Apo jo? çlironin oksigjen, Ka qenë si mund të ndryshimi i ishte madh atëherë. zhvilluar jeta ndryshe në tokë? Ka do pirdhin oksigjen, disnin dhe sa. Po mirë se ka ndryshuar atmosfera kështu. Shikoni më mishemi prandaj duhet ta mbroni Se tash. ambientin edhe kafshët. Shikoj ai alien i vogël aty më. Shikoj, ne shifë më ai tani. Tani do vinë një alien blaq ti tregosh atë, shifon sa rehat më blaq. Ky thotë ky është mbreti i universit thon për maca. Po. Nuk ka mundësi blaq, ë? Shifë më blaq. Te Goku, ai zoti i shkatrimit është një macë, Lord Berusi. Kunave. Vishnu, si e ka Lord Berus. Jo, po, si e ka në atë mitologjinë indiane, jo, hindu. Vishnu ai zoti i shkatrimit. Po. Vishnu ai ishte mace. E mor mi shiko çfarë bëhet, çfarë botë jetojmë, sa botë. E botë e vogël, po univers shumë i madh. Mbyllet tash i po e shkua më aq larg se nuk kemi shtemi më tash. Nixhe, bëhet thirrjen. Ky ishte podcasti për sot, e mbyllëm me shumë enigma, po jo, të na thonë miq tan, na thonë edhe miq tanë, çfarë mendoni për miqt jo tanët? Keni takuar në një alien, keni takuar në një alien, çfarë bëhet? Ore teori tuaja dua të dëgjoj pak në këto komente, dua çmenduni, dua 100 komente te ky episod. Jangela. Arrim 100-ën. Nice mbyllë këtë, po. Faleminderit që na ndoqët, ju lutem mos harroni na bëni subscribe në YouTube, mos harroni të bëni komente, mos harroni të bëni share, na bëni follow në Instagram, edhe ju lutem mos harroni të na bëni donacione se erdhi dimri. Edhe s'kemi buk. Do ngelim si ata sudanezë, do ngordhim ftohtit këtu. Një plak buk do unë, çik domate me çik. Ore do vdesim nga i ftohti këtu ore, budalla. Ja, se do e ble. Jo, na kanë bërë donacione mjaftueshme, do e marrim donacionin së shpejti. Miq, faleminderit. Ky ishte kënaqësi. Ju puçim.